Çfarë do të bëjë shteti? Kush është roli jonë së pari si qytetar dhe organet kompetente për të ndryshuar këtë plakje të popullsisë me disa vite më shumë në krahasim me më parë. Duke marrë shembull dhe vendet e Ballkanit Perëndimor apo dhe të Europës se si mbajnë të rinjt në vendin e tyre, por jo vetëm të rinj, të gjithë qytetarët në vendin e tyre, së pari është ana financiare. Kontribut më i lartë financiar për vendet e punës ku ata japin dhe profilet e tyre të arsimit. E dyta, mendoj që duhen politika ekonomiko-sociale më të zhvilluara për të mbajtur situatën aktuale jo nën kontroll, por edhe për të sjellë të rinjt të kthehen mbrapsht në vendin tonë. Si? Duke ofruar banesa me kosto kredie të ulët, apo duke i dhënë kredi të buta të ndryshme, apo duke i paguar një pjesë të mirë të qeras, se shumica të rinjve dhe të rejave, apo dhe studentëve që janë dhe kandidatët kryesorë që largohen nga vendi ynë, jetojnë në Tiranë me qera dhe çmimet, kalojmë një tjetër problem që çmimet janë relativisht shumë të larta në krahasim me pagat që këta marrin si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat.